Një artist I cili para 10 viteve publikoi këngë, mori vëmendje, ishte një prej adoleshentëve shumë të pëlqyer, bazuar që në atë kohë qikat e shkollës mesme dojshin bëjke këngë, por boni pauzë edhe është rikthy me projekte të reja. Flori Prenaj është me neve në studio. Flori, mirë se kja ardhë. Mirë se ju gjeta. Qështë kom? Pas ka nevoj me bërtit shumë me ta meq ti energji. Kallëzëm në ajo në regull, apo një, është edhe jam pak me grip, mëne. Jo. Du më thonë, unë e kom këto vetë-vetio, edhe një farë basi cili nuk më len rahat dhe nuk më len qetë. Shumë nice. Qështë je, Flore? Këgja mirë, se do mos tashti të morë me sanin që mund fja mas shumë të jem të uni mas Flori. Mas Flori, sa bukur e the. Flori, para 10 viteve publikove këngën Fly, edhe vendose me bu një pauzë. Pse ajo pauzë? Qka të shtyu me bo pauzë prej muzikës, ajo qka ty të plëcan? Unë jem konë shumë I ri kur kom vendos me ndjek muzikën si karriere. Edhe është konë këgja intuitive, pjesmore e jam muzikë. Unë kom qitë covera, kom qitë shumë video të ndryshëm në Instagram. Edhe ka ndodhë shumë herët, jo shumë artista postojnë muzikë, edhe konë këtë në projekte, ndash me spote, ndash vish me lyrics, në moshën 17 vjeqe. Po unë e kom marrë guximin edhe e kom bëj qatë sen. Ka kalu një kohë edhe thjesht muzika që u konë mrena meje në kombinim, featuring jetën që jem konë të e bo, nuk e kam mbështet shumë ndjekjen temet muzikës. Për këtë arsye unë ju kom fokusu studimeve, ju kom fokusu zhvillimit personal, edhe ju mundu shumë që me ndërtu një karakter larg muzikës. Por që ja ku jemi. Smunësh? Prap. Ja ku jemi. Është interesant mënyra edhe veni ku të qënë zoti. Varet shumë, ka shumë rëndësi në personin që fare je, familja ku ke lind, shok që të kanë rrëtheku, edhe bota që e ke ndërtu ti për rrëdh vetës. Është konë shumë problem, mësë më konë që këtë që jam sëd që ta është të bo muzikë. Por arsye se në venin, në familjen ku kom lindo, ne kom pas babën muzikant, gitarist, nona ku muzikant edhe ajo I ka ro gitarës, edhe vlau po ashtu, edhe lodrat e mija nashta kom pas PlayStation, kom pas fusha futbolli, basketi, të natë për rreth, po lodrat që mu mas shumë ti më ka interesu është konë gitarja. Sa mirë. Po s'ke pas ndryshe qysh me dal? Fix. S'ke pas qysh ndryshe me dal për diri sa krejt që ajo energji, diskutim edhe gjithë shka tjetër është bon shpe në përmjet krejt muzikantve. Flori, kush t'inspiron ty kisha pas qef me dit? Kush t'inspiron sa I përket artistave? Kush ka gisht në shien tënde muzikore? Qysh dash ma herët jem rrit familje muzikantësh edhe më ka ro me një muzik prej llojeve të më të ndryshme. Të janë nis prej muzikës pop, I pari që e moj men është idolli numri 1 Michael Jacksoni. I love him. Më kujtohet vetja si I vogël të e këshyra on e repeat atë videon që e ka të e performu Billie Jean. Moonwalk-a? Moonwalk-in të e bo. I veshëm nga ka 2 par qarapa tu më me I bo. Kur s'ko mujt? As njerë s'ko mujt me bo. Do me zizë. Do me thonë, ka fillu shumë mosh të re, po jo veç ajo, kena ngu edhe shumë rock në familje, kena ngu shumë Metallica, kena ngu shumë Pink Floyd, krejt Bryan Adams, Red Hot Chili Peppers, shumë. Do me thonë, është ka një groove I përzim, vlone, unë pos pak ma hip-hop, normalisht kur te ki një vlo ma të madh, shumë influencu është prej, shijes tina, edhe jo veçone po krejt familja, me përmes tina kena ngu shumë Sean Paul, kena ngu shumë Snoopin, Tupacin, Biggin, kena ngu 50 Centin. Pro, ke marrë influencë për krejt zhanreve, edhe për krejt që është konë, do më thonë, qysh po e vrejme dhe vetë që fazat pëndrojnë, stilet qa po dëgjohet në përbot, do më thonë për çdo 2-3 vjetë pëndrohet, edhe krejt këto kanë pas influencë të te. Po jam fansi muzikës. Definitivisht. Kur je fansi muzikës, krejt atëre e hap derën për si cilin zhanër edhe e dëgjan. Sot që shëshet e muzikën e cila po zhvillohet në Kosovë? Mendoj që është një treg shumë I mirë. Jo sot, po në 25 vjetë të fundit kena fatin që në Kosovë jena servu me muzikë tepër të mirë. Mendoj që mos t'i shkon Kosova, Shqiptaria nuk ish pas treg muzikore.
ndoshta kish pas muzikë, por jo treg muzikore. Edhe duke mos e veçu asnjënin, po çdo vit ka pas artista me muzikë të re, me muzikë të mirë, deri sot, e cila që ku jam, une, më dhonë para 6 muaj jam konë të bu krejt diçka tjetërës që më konë të para menu që sot këmë konë në radio tuke folë për muzikën tam. Qëshu këthy Flore? Të menej mirë, mës të... Mendoje. Derisa te e mendon mirë, unë po du mi tregu dëgjuesve që e gjeni në YouTube projektet e reja të cilat Flori i ka publiku, i gjeni edhe në YouTube. Para një muaj është publiku kënga Pa Mu, para 2 jave është Pa Mu. Më merë është projekti i ri. Cili është ma për zemër? Çka kanë rëndësi këto 2 këngë për ty? Po du mu këthy në pyetjen që ma bone, për arsye se i tregon edhe pjesë të këtëne këngëve. Hajde. Kthejna pak në kohën e studimeve, edhe pse jo mundu me kriju një jetë të re, një karakter të ri, që është akademik, në favorizim edhe të prindve në ashta, po edhe të synimeve të mija. Prapë se prapë e kom gjetë vetën të shkru tekste edhe të bo via melodike, edhe shumë shpesh e kom gjetë vetën edhe të bo demo, të bo kongë. Unë e kom një studio të vogën në dhomën tamë, cilën punojna bashkë me vlohën tamë, avokatin, dhe shumë vjetë, edhe pse jem konë larkë që asoj nuk kom mujtë me endolë vetën për me bo muzikë. Ka orë një moment që u konë shumë edhe profesional, edhe emocional për mu, për arsye se fare harrova për muzikën, harrova krejt, u fokusova shumë në punë. Po, një 3 muaj para se me fillu apet, me inqizu kongë, zyrtaresht, njerës që i taka isha në rrugë, më pëtëshën fjarë qyshje, mirë. Qka ka ndodhë me muzikë? Unë se isha morë që 5 vjetë me muzikë, që 6. Të isha kur gjosë të ndodhë me muzikë. Okej, regull, personi 2. Fjarë qyshje, mirë, pyetja 2 me njerë, qka i të bo me muzikë? Të isha sensim të bo me muzikë. I 3, i 4 dhe ndodhi tepër që dërgjëm qysh, në qatë fazë janë nësë njerës tepër shpesh me më pyet qka i të bo me muzikë, kur po na qetë na i kongë, kur po bënë. Ose ka pas rasti kur veç fillova me bo muzikë, edhe nuk e lajmërova kërkon, as nuk qita, as nuk kallova që jem të bo, po veç të punu për veti, njerës të më pëtëshin kur po dal na i kongë. Do me thonë, muzika është konë mrena meje, gjatë gjithë kohës. Normal. Po është konë shumë që dësh me qikje fazë. Momenti i fundit është konë kur vlloja jam ka pyet, ka thonë, qka i të bo? Po, ashtë i Qka i të bo? Edhe të rëgom, apo ndihesh i përmbushur që i ke publiku 2 projekte të reja, albumi po na vjen shumë shpejt, qushe ko emrin albumi, me kon ke bashkëpunu për këta album? Që me vazhdu ku e lash, duke qenë se kom pas tepër shumë muzikë mrena meje, është kone pa mundër me paramenu me qitë një kongë ose 2, ose hajtë edhe 3, e mas një kohë me qitë 4, të ndë me thonë me vazhdu me pas singles, për me kaldu krejq ato që kom pas mrena gjatë qëtën e vjetëve. Për këtë arsye, jo veç që është konë qefi, po është konë edhe e nevajshme me bo një album, që me mujtë me kaldu muzikën që e kam mrena meje, edhe me qitë jashtë për njerës me ndëgju. Albumi titullohet Natën Vonë, edhe i ka total 12 këngë. Voli pak si vjerë. Tregom, janë zhanre të ndryshme cilat kanë mu kombinu në album? Unë jam mundu në albumin Natën Vonë me e dhonë një historie të jetës tame, për arsye se jeta jam është konë shumë interesante 2 vjetë e fundit, dhe jam mundu si artist me shkri që ata që e kom përjetu në tekste muzikore. Qysh më pyte ma herë qka e në konga Pa Mu edhe më merë për ty. Konga Pa Mu edhe më merë për mu jenë veç kongë. Ndërsa albumi Natën Vonë është një historie që e ka lëzën që të përjetim temin, e Pa Mu edhe më merë jenë pjesë e sajna. Nuk muj me bo një projekt ku nuk është pjesa e jame e brendshme e të shetë në të 100%. Në gjdo projekt amin është vetja jam.
Edhe masi jë mundu me bo qitë pjesë, me kallëzu qitë storja, jë mundu me kallëzu për dimenzionet ndryshme, do me thonë, ka pak pa muja është kong dansal, më merë është pak ma reggaeton, ka ma shumë flow, ka ma shumë ritëm, ndërsa konga tjetër notën vonë që delë është komplet zhondër tjetër edhe në album ka me pos rrymat ndryshme e njejta storja kallëzume për dimenzionet ndryshme. Sa mirë. Çka pret, çka kërkon prej vetës, pasi që jemi në minutat këtë fundit edhe duhemi me transmetu edhe këngën, sa shpejt shkojnë minutat. Tregom të lutem, çka pret prej albumit, çka pret prej audiencës, çka duhet audienca me kuptu nga albumi I cili publikohet shumë shpejt natën vonë. Kisha pas dëshirë që njerëz të me ngu pak muzikë të mirë, kisha pas qef që me ndëgju për një me prej kongës sport dhejtë e fundit edhe me kuptu qatë storja. Tek e fundit, synimi jam është mi prek njerëz me muzikën tam, për arsye se janë ngjarje të vërteta. Na mëtet ju artista krejtu na prek me këto këngë të juja, do me thonë, s'u mbetet për neve kur gjëq. A kjo është qëllimi? Exactly. Jo, e kam shumë për zamër qitë pjesë, pasi që ndëgjej artista internacional që janë shumë të suksesshëm, që janë numër 1, po. Edhe kur I ndëgjej disa ngjarje që I kallëzojnë për këngë, thëm, edhe ti e të e posë që të halë me të natë mirat, kështu që ngjarjet që I kallëzojnë I kom diskutu edhe me shok edhe shumica janë të njëjta, kom qef me prek dikën me përsot nda. E kom një pyetje prej një dëgjuesi ton Tregull, thot pyetet cili këngëtar të ka inspiru? Një. Shumë problem është. Nashta mu kallëzu pak bold me krejt artista që I kom dëgju, në krejt zhondër të ndryshme. Nuk po du me hek asë njonim, po numër 1 që m'inspiron është Kanye West. Me etikën e vetë punës, artin, fortësinë edhe kok fortësinë. Sinqeresht, është binjak në horoskop si unë edhe ka njerë menoj që për që ato është pak I qudetshëm në disa raste, po që kam lënë për shtypjet e ai që kur nuk I ka përshtat rregullave të lojës, të hip-hopit, por ka sjell gjithë diçka ndryshe, kështu që respekt për punën e tij. Flori, të prift e mbara me këngët, me albumin, uroj që albumi dhe këngët e tua kanë me arrit në pikën që ti e ke ëndru, e ma e bukra në jetë besoj që është, kur ti e gjen diçka që është për te I pasionit, diçka që të sjell ty përmbushje, edhe që ti edhin që e vetja 100% duke e boqet punë. Shumë faleminderit. Prift të mbara, faleminderit që ishe pjesë e Drive and Dish. Shumë faleminderit, ditë mbarë se të cilët. Faleminderit shumë.